Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka mundur që të arkëtojë për muajin shkurt $70 milion. Kështu është shprehur drejtori i OSHE-s Ardian Çela në një deklaratë për media teksa ka prezantuar edhe objektivin e kompanisë, të mblidhen 54.8 miliard lek. Çela tha se gjatë këtij viti do të investohen $55 milion më konkretisht në këto sektor. 991 milion lek në ndërtim në stacionesh, 2.73 miliard lek në ndërtim rrjeti TM dhe kabina transformimi, 820 milion lek në ndërtim rrjeti TU ABC, 711 milion lek në sistemin e matjes. Sipas Çelës, me këto investime parashikohet që humbjet të ulen me 4.1%, që do të thotë një vlerë kursyer me të paktën $20 milion. Drejtori i operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike tha se ka një plan investimi edhe për nënstacionet, ndërtimin e nënstacionit në Çorovod, fuqizimin e nënstacionit Qendër, rikonstruksionin e nënstacionit Golem, rikonstruksion nga ana ndërtimore të Koçullit në Vlorë, Hyzgjokajt në Berat dhe rikonstruksionin ndërtimor i 10 nënstacioneve të ndryshme në veri, si dhe ndërtimi i nënstacionit të Gjirokastrës. Çela tha se një fond prej afro $5 milion parashikohet për projektet inovative, kryesisht në drejtim të shërbimit ndaj konsumatorit.